E keni quar dëm kaq vite, pijeni para gjumit dhe keni për t'ju ndryshuar jetën. Ja pse uthulla e mollës është e mirë për shëndetin tuaj. Ajo është e mirë për bllokimin e hundëve. Uthulla e mollës ka veti për të hequr qafe bllokimin e hundës, pra herën tjetër kur e ndjeni se hunda është e bllokuar, merrni uthull molle. Vetëm shtoni uthull në një gotë me ujë të ftohtë dhe me një lugë të vogël thitheni me hundën e lënduar për të përfituar gjithashtu edhe një zhbllokim. Për pastrimin gjithashtu edhe të fytit, bëni gargar me 1/4 e filxhanit me uthull molle dhe 1/4 e filxhanit me ujë të ngrohtë. Kështu, gargara për 2 minuta pa e mbajtur për më gjatë mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve të fytit. Uthulla e mollës e tretur në ujë do të ndihmojë gjithashtu edhe në mostretjen e dobët të zorrëve tuaja. Disa gllënka të uthullës së mollës të tretura në ujë para ngrënies mund të ndihmojnë në problemet e tretjes. Shtojeni uthullin në mollës në kombinim me mjaltin dhe përzjeni me ujë të ngrohtë ose të ftohtë dhe bëheni pjesë të rutinës suaj për një tretje më të shëndetshme, citon studimi.